përbëjnë gjithsej në 54 vite 100.000 euro dhe 20 metër katror një apartament më të madh se ai që kishte në diktaturë. Çështja e spakut kundër dhe keqpërdorimit të tij është pjesë e strategjisë e Edi Ramës për të goditur opozitën shqiptare. Është projekti i tij makabër për të marrë një mandat të katërt. Çështja nisi me denoncimin politik pas një fakt të eksponentit politik të bandave të Elbasanit, Shkodrës dhe Fushkrujës, Taulant Ballës, dhe është mbajtur dhe mbahet në këmbë kryefut për qëllime politike. Çështja kundër meje është dëshmi e standardit të dyfishtë, të skapit të partisë që sulmon opozitën pa asnjë fakt, ndërkohë që mbulon një mal të tërë me fakte për vjedhje dhe korrupsionin qeveritar. Në këtë rast, ftoj çdo qytetar shqiptar të pyesë skapin e partisë. Pse Taulant Balla është i lirë dhe bën fushat kur ata flen mbi dosjet e krimeve të tij, kur ata disponojnë të gjithë dokumentat se ai është antar kryesor i grupit kriminal Toyota Yaris, i grupit kriminal të Suel Çels, i grupit kriminal të Bajrëve. Ftoj qytetar të pyesin spakun ku kanë shkuar 130 milion euro të djegësit të Tiranës. Të pyesin spakun pse nuk heton Belinda Ballukun dhe Edi Ramën që kanë paguar 130 milion euro pa dhënë asnjë tull. Pse nuk është marrë në hetim ose në ndjekje asnjëri nga njësia e mbikëqyrjes që kishte detyrë të raportonte çdo muaj për ecurinë e punimeve të djegësit që nuk ekziston. Të gjitha këto kanë një përgjigje. Parat i mori Edi Rama kryesisht dhe pastaj i ndau me të tjerë. Të pyetet skapi ku kanë shkuar 80 milion euro për anijet fantazm, tigrat e famshëm të Belindës. Pse spaku nuk heton Edi Ramën dhe Ballukun për këto para të vjedhura? Ku kanë shkuar 120 milion euro të check-upit dhe analizat nuk bëhen? Pse nuk hetohet Edi Rama për këto para që i ka dhënë financuesës së tij Vilma Nushi? Kush mori 60 milion euro të korrupsionit tunelit Llogaras, i ndarë së bashku me Lubin, apo i mori Rama kryesisht? Pse spaku nuk heton për këto para të vjedhura? Pse spaku nuk heton për abuzimin në detyrë për 110 milion euro që mori Beketi për shkak të mbylljes Edi Ramës nga Edi Rama të Agon Channel? Po mbi 105 milion euro humbje të Air Albanias ku kanë shkuar? Pse nuk hetojnë Edi Ramën që paguan nga parat tona të gjithë atë luks dhe qefe personale? Të dashur qytetarë dhe qytetare, vetëm këto skandale që përmenda kapin shumën 630 milion euro të grabitura nga Edi Rama dhe kompani. Nuk janë llogaritur këtu 33 milion euro që kushton toka e vjedhur prej tij në Gjipe prej 224.000 metër katror. Nuk janë llogaritur këtu 38.000 metër katror që i dha të vllajt duke u marrë pronarve në terrapi Treshit. Nuk janë llogaritur këtu sarajet e Surrelit me themele 2 herë
më të gjata se themelet e vilës diktatorit Hoxha, as dhe parku 8300 metër katror. Këto pyetje presin përgjigje me datën 11 maj nga mbar qytetarët shqiptar. Presin, do marrin përgjigjen më të shkëlqyer nga qytetarët 11 maj me votën e tyre të lirë. Por aty Dumanit të Rams i lash një shënim. Mbyllja e aferës me Gonigal nga Altin Dumani përbën një krim ndërkombëtar. Krim ndërkombëtar. Dhe garantoj Edi Rama se asgjë në botë nuk do mund ta shpëtoj nga kjo aferë e tmerrshme me të cilën ai korruptoi njeriun kryesor që sipas gjykatësit amerikan kishte detyrë të mbronte qytetarët amerikan nga korrupsioni, por u korruptua vetë duke marrë parat e Edi Rams. Dhe për djenitë shqiptarëve, tani me Gonigal, çdo ditë në qeli, i çon nga qelia mesazhe Edi Rams. Unë vërtet i mora parat, thot ai, por ato mi dhe ti, parat mi dhe ti me cilat me komprometove. Kështu që pritet vote e shqiptarëve me 11 maj që Edi Rama shkojte me Gonigali nofsa javën e parë. Tani sot se jam në fushat ndaj dhe do a kemi pak më të kufizuar. Po. Herët të kaluara jemi mësuar që me paraqitjen tuaj këtu dhe keni bërë denoncime duke ju referuar bisedave në Sky CC. Pse nuk ndodhin sot dhe a nuk keni më materiale tjera? Jo, materiale komplot, po sot ndodhi ajo që ndodhi, si të dini ju, çështja e incineratorëve shkoi për 5 para në gjykat, një gjë e turpshme, një nga aktet më të turpshme në histori, kur humbja e 130 milion eurove u kualifikua një vepër për sigur të kishin humbur 10.000 euro, apo sigur të kishin vjedh një kotet skulash, si të tha një kolege juja, ku është nuk është sot. Zoti Berisha, gjatë kohës që ju po flisit tu nuk e dihet të gjuhat, disa paraburgosur apo dënuar shprehen pro jush. Zoti Berisha, jeni hero. Keni një mesazh për to me që jemi edhe në fushat? Tani një minutë. Ju lutem. Jo të njëjtën ambient është edhe Ilir Meta. Mesazhi im është kjo. Mesazhi im është ky. Shqipëria është një olla e zezë e turpit në Europë dhe nga më të zezat në botë. Sepse Shqipëria mban në burgje 67% të gjithë popullatës së burgjeve është në paraburgim dhe nuk ka dëshmi më madhore torture se sa kjo. Në këtë vend ka pushuar së funksionori prezumimi pafajësisë një parim shekullor i drejtësisë. Ndaj dhe i garantoj se ato ditë burgu që bëjnë pa merit do të shpërblehen me rrogat e qeveritarëve që i kanë mbajtur. Është një krim dhe duhet ta dinë mirë se unë në Këshillin e Europës në udhëtimin tim kam bërë një takim shumë të frutshëm me Komitetin Antitorturë
në të cilin kanë qenë dy çështje kryesore. Ka qenë tortura publike që ata i bën ish presidentit, ish kryeministit dhe ish kryetarit parlamentit Ilir Meta, dhe tortura që u bëjnë 67% të burgosurve që janë në gjendje para burgimi, 1/3 cilve janë pa asnjë akuzë, 500 prej tyre janë të smur, pra është një gjendje katastrofale për të cilën këta meritojnë dhe unë kam besim të madh. Komiteti Antitorturës Këshillit të Europës është një institucion jashtëzakonisht serioz dhe kam besim që ky komitet do të bëj avokatin e të gjitha atyre që u shkelmohen të drejtat në burgjet shqiptare. Zoti Berisha, para burgosurit kanë të drejtë vote. Mendoni se do merrin dhe votën e tyre 11 maj? Se për këtë do votojnë e din ata vetë. Ne nuk kundërhyjmë kujt në votë, por ne themi që të votosh për xhelatin tënd është problem. Quello. Ah, quello. Scusi, ferma,